Kryeministri Edi Rama mlodhi Komitetin e Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, të shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut në disa zona të vendit. Kryeministri Rama theksoi se kjo situatë me kushte atmosferike ekstreme nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Evropën. Shiu nuk ndalet me shpifje, ju përgjigji Rama akuzave të opozitës, për duke qëndruar pranë qytetarëve. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët, lumejnë nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Kryetari i qeverisë u shpreh se thirrjet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme vetëm sa krijojnë ndarje dhe konfuzion, pa kontribuar në rritjen e sigurisë për qytetarët. Në fund, kryeministri ka vënë theksin te ndryshimet klimatike dhe përgjegjësia qytetare pasi ndotja hedhja e mbjetjeve dhe shkatërrimi i pyjeve vetëm sa i përkeqësojnë pasojat e ndryshimeve klimatike. Dua t'u them të gjithë deputetëve të shumicës së qeverisë të pranishëm në këtë mbledhje përmes Zoomit që të jenë të angazhuar edhe sot, edhe nesër, edhe pasi momenti i vështirë të jetë ka përcyer pranë njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit. Ministri i Financave Petrit Malaj, i pranishëm në këtë takim, deklaroi se qeveria ka vënë në dispozicion mbi 50 milion euro për përballimin e situatës së krijuar nga përmbytjet në vend, nga të cilat rreth 30 milion euro janë të parashikuara në programin e emergjencave civile. Ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në terren, ndërsa strukturat e emergjencave janë në gatishmëri për të ndihmuar qytetarët e prekur nga përmbytjet.